Shtelt Korne, kështjella e këndit, sepse gjendet në kënd të gjirit të St. Peter, kryeqytetit të Guernsey, të shtetit Guernsey. Shikoni kur është ndërtuar, shekulli 13 nga anglezët. Pastaj bë bazë ushtarake. Udhëtuar nga francezët gjatë luftës 100 viteve dhe ndroi 4 herë temi sunduesin. Gjatë luftave civile angleze ishte baza e fundit e royalistëve që u dorëzua pushtetit parlamentit. Në 1672 një shpërthim i madh i shkatroi në zemrën e kështjellës. Këtu ka qenë garnizoni i ushtarëve anglezë deri në 1140, kur u pushtua nga gjermanët, si territori i vetëm i pushtuar nga nazistët në Britani. Në 45-ën ju dha shtetit Guernsey dhe tani ka 4 muzeume, mes cilëve dhe ai ushtaraku. Që sot është data 23, nuk e kapëm dot, me që ky hapet me datë 26 dhe që nga ajo ditë, çdo ditë në ora 12 të drekës, gjuhen topat në mënyrë simbolike. Kjo është kështjella, shikoni sa e bukur është. Ndërkohë që ka edhe këto janë fortino të shtuara më pas, ndërkohë që ju tregova me foto pak më sipër që ka pjesë të fortinove që janë shtuar apo nga gjermanët, cilët e konsideronin këtë një pikë të rëndësishme nevralgjike. Tani budalliku vetëm i gjermanëve ishte se e prisnin sulmin këtej nga Franca, ndërkohë që pra nga jugu dhe lindja, ndërkohë që praktikisht sulmi erdhi nga perëndimi pasi amerikanët erdhën ata dhe që së bashku me anglezët që zbarkuan në Normandi. Kështjella megjithatë është spektakolare. Këto janë topat nga kur çdo ditë në ora 12 pas 26 marsit. Ta shtin për të shënuar mesin e ditës, por natyrisht në mënyrë simbolike dhe për treguar që topçinë anglez janë sundimtar edhe të këtij shteti.